përket konfliktit në lidhje mesme, pra mendoni se ky tashmë është një incident i izoluar apo sinjali se konflikti mes Iranit dhe Izraelit po hyn ndoshta në një fazë shumë më të rrezikshme tashmë? Absolutisht e nderuar, duke pas parasysh dinamikat e zhvillimit të konfliktit, nuk mund ta quash të izoluar, po është në vazhdën e asaj fushate të nisur, po që kulmon me një ndryshim në kuptimin pas asgjësimit të regjimit dhe zgjedhjes së liderit të ri, kuptohet luftimet vazhdojnë, por janë futur në dinamikat e veta të paparashikueshme në kuptimin e goditjeve dhe kundër reagim si për të treguar që asnjëra palë nuk do të jetë e fituar në kuptimin pavarësisht avantazheve në sinjale dhe mesazhe që kërkon të japë regjimi i Iranit, e Ajatollahëve, është që ka si reaguese dhe ka godas edhe aty ku Izraeli ndihet më i fortë në atë që quhet sistemi i mbrojtjes, disa shtresore, kemi parasysh në atë aerodrom, Splinger dhe Naro, dhe të cilat ka fushata e goditjeve dhe luftimeve ka treguar që edhe ky sistem është i cungushëm në kuptimin e limiteve që ka pavarësisht mbrojtjes absolute, sepse strategjia e re e goditjes e Iranit është e tillë që duke aplikuar edhe zhvillime teknologjike në këtë sistemin e vet të goditjes ka arritur edhe të penetrojë dhe ta cënojë atë mitin e pa për tepërtueshmërisë të këtij sistemi. Ndan vetë ky konflikt tregon që sulmet nuk kanë të sosur, ato do vazhdojnë drejt përfundimit të arritjes objektive secilët nga palët, qoftë Izraeli dhe Shebas, po ashtu edhe faktit edhe Irani, i cili po tregon forcë, po tregon aftësi reaguese dhe nuk i lënshtrohet këtyre sulmeve. Nga ana tjetër, zotëri Azi, mendoni se po shohim tashmë fillimin e një përballje të drejtë për drejtë mes dy fuqive më të mëdha ushtarake të rajonit, pasi një raketë balistike iraniane ka kaluar të gjithë sistemin mbrojtës izraelit dhe ka goditur pranë juglindjet të Tel Avivit, dhe tensionet tashmë në lindjen e mesme duket se po arrin edhe në një nivel të ri alarmi. Absolutisht të nderuar, se mund thuhet që deri para pak kohë apo dhe më parë, sulmet dhe goditjet midis Iranit dhe Izraelit kanë qenë të indirekte përmes proksave, ku Irani është goditur përmes proksave të Izraeli është goditur përmes proksave të Iranit, qoftë Hezbollahut apo në Gaza apo Houthit në Yemen, milicia shiite, dhe tashmë ka kaluar në fazë të drejtë për drejtë këtij konflikti, ndani sulmet dhe goditjet që jepen nga Izraeli dhe kundërgoditjet dhe reagimi që vjen nga Irani, i cili për hir të vërtetës duke testuar në këtë situatë konflikti dhe lufte ku teston edhe zhvillime teknologjike në fushën e armatimeve, Irani po teston edhe nivelin e rritë të këtyre raketave balistike me rrezet mesme dhe të gjatë, ku efektet e cilës po ndjehen, sepse kanë penetruar dhe thy edhe sistemet e mbrojtjes kundërraketore, qoftë ato Arrow që janë me Iron që është i rrezet shkurtër, po ashtu edhe të Stinger dhe Naro, që tregojnë në një farë mënyrë që ky sistem po thyet dhe falë strategjisë operacionale të goditjes nga Irani, i cila po shumë fishon goditjet në mënyrë që të minimizojë edhe fuqinë reaguese të sistemit, i cili nga vetë natyra e tilla është që në të njëjtën kohë mund të përballojë një valë të goditjes të shumëfishta dhe kuptohet me një probabilitet jo shumë të vogël arrin të penetrojë. Dhe kjo ka qenë edhe ajo suksesi i sulmeve të Iranit në raport me atë po themi sistemet mbrojtje të raketore të Izraelit, por që në koha po tregon që ky konflikt po futet në ekuacione të panjohura, kemi parasysh edhe zgjatjen e tij, por dhe faktin që nuk ka një strategji të qartë edhe dalse, sepse objektivat tashmë po ndryshojnë në kuptimin ato të cilët ishin deklaruar më parë, po themi u arritën, kemi parasysh azhesimin e liderit, po edhe goditjet në infrastrukturën
po themi kritike të Iranit për të adopsuar atë, apo për me qëllimin që të arrihet një change regime i cili koha tregoi që nuk po ndryshon dhe për t'i lënë kohë me fjalë edhe arritjes së objektiva të tjerë dhe kjo do kuptohet edhe një strategji tjetër përposa asaj të cilët janë shpalosur, kuptimin e goditjeve raketore, goditjeve dhe sulmeve ajrore, por edhe për të minimizuar dhe reagimit e sistemit të mbrojtjes dhe goditjes të Iranit. E qartë, zoti Rezikana, tjetër, mendoni se po ndryshon balanca ushtarake në lidhjen mesme, pasi kjo është pikpyetja e madhe që ngrihet mbasi fakti që një raketë arriti të debordojë sistemin e mbrojtjes ajrore? Indero, kur themi për balancë ushtarake, kemi thënë nga nën peshorja e fuqisë në këtë konflikt. Për hir të vërtetës kemi një supremaci, nuk vihet dyshim absolutisht supremacia amerikane, e cila është përfshi këtu në shtetit e Iranit, po të arritjes objektiva që Shtëpia e Bardhë dhe presidenti Trump ka thënë për ndryshimin e regjimit, largimin dhe sekuestrimin e uraniumit. Por nga ana tjetër edhe ato objektivat e tjerë të Izraelit për azhësimin e leadershipit politik të Izraelit, të Iranit, por që don pavarësisht këtyre objektivave dhe kësaj force që tregon në farë mënyrë avantazhin e Izraelit dhe të Amerikës, kemi edhe një reagim të Iranit, i cili ka testu sistemin e mbrojtjes, ka arrit penetroi duke godit Tel Avivit dhe po themi qendrën kryesore vendimarrëse politike, sociale dhe ekonomike të Izraelit për të treguar që forca e saj ende është, që ka një forcë dhe një fuqi të cilat pavarësisht avantazhit që ka Izraeli dhe SBA-ja së bashku, kjo është në gjendje për të reaguar dhe për të treguar që ende ma këtë balans, por që në terma afatgjatë është shumë vështirë për të thënë që kur do të jetë i mundri i madh apo fituesi kryesor i kësaj lufte, sepse lufta ka disa të papritur të cilët një diçka fjalë që në këtë zonë diçka e pakontrolluar që mund vije sidomos në një gjendje në cilën ndodhet Irani mund të bëjë hatan, kuptimin e asaj arsenalit të madh ushtarak që zotron Irani, i cili mund keq përdoret nga forca dhe grupet të cilët janë jashtë kontrollit të sistemit, apo e cila mund të përshkallëzohet edhe duke ndikuar edhe në gjithë shtetet e rajonit. Dhe si i tillë kjo tregon në farë mënyrë që kjo balanca e fuqisë, balanca ushtarake nuk mund të jetë në mënyrë absolute në dorën të njëjit palë, në rastin konkret SBA-s dhe Izraelit, pas parasysh edhe fuqinë dhe ndikimin që ka në këtë konflikt të Irani, forcën e saj, e cila edhe këto ditë konfliktit, tash konflikti është në ditën e 10 pas vrasjes së Ayatollah Khomenit dhe forca reaguese e Iranit është dhe ajo është ndjeje jo vetëm në këto goditje ndaj i Tel Avivit dhe qytetet e tjera të Izraelit, por edhe në vendet e tjera të Gjirit Persik, të cilët qoftë në Bahrein, qoftë në Katar, qoftë në Emirate, qoftë në Arabi Saudite, në Irak, por sikundër edhe në Oman, në Oman që ishte një strategji e tillë për të treguar që Irani ka forcë për të ndikuar në balancën e ushtarakët të këtij konflikti. E qartë. Zoti Rezikana, tjetër, mendoni se ky është i gjithë një test i ri forcës së Iranit, po i shuaj apo ndoshta paralajmërimi për një konflikt shumë më të madh? I nderuar, fakti që Irani po reagon dhe po qëndron, tregon në farë mënyrë është edhe test i forcës dhe qëndrueshmërisë të tij, i cili pas goditjes që mori në zemrën e vet sistemi me goditjen e kujt me azhësimin e liderit kryesor të Ayatollahut, por edhe të gjithë qendrave të tjera vendimarrëse, institucione, qoftë Këshilli i Turdhve apo Asambleja e Ekspertëve që ishte strategjinë goditje të Izraelit në bashkëpuntim me SBA-n, apo infrastrukturës të Gardës Republikane, sikundër edhe gjithë infrastrukturës tjetër energjetike, tregoi që Irani po reagon dhe ka një arsenal të madh sistemesh raketore, madje
së fundi po i teston ato cilët janë më të avancuara dhe falë këtij reagimi po themi që Irani po tregon forcën e vet që nuk po nënshtrohet dhe nuk mund t'i bindet një verdikti të imponuar në kushtet në një shteti sovran që është. Dhe këtu është në drejtën e tij legjitime për të vendosur vetë mbi fatin e tij, por nga ana tjetër tregon në farë mënyre që ky konflikt është shumë vështirë për të dhënë një zgjidhje definitive thjesht vetëm në situatën në cilën ndodhet pa u alternu edhe me skenar të tjerë në kuptimin e opsioneve që mund t'jepet për zgjidhje definitive të tij, sepse edhe vetë Shebaja është një gësht për hir të vërtetës, shtëpia e bardhë, për aq kohë sa që ato objektivat të synuara nuk u arritën dhe tenton të avancojë më tepër duke dhënë sinjale dhe mesazhe edhe friksuese, por edhe duke tentuar që edhe duke hedhur në tezën e një, po themi, një penetrimi apo një sulmi toksor, sikundër edhe Izraeli nuk është i mjaftueshëm thjesht vetëm me azhësimin e ajatollahut, por që do që ky regjim të ndryshojë. Dhe koha të tregon që regjimi po mbijeton, regjimi ka si reaguese dhe mbijetuese dhe është shumë e vështirë për të thënë që skenari i përfundimtar i luftës në tilla kushte do të jetë afat shkurtër, pa ai do zgjas dhe do haj kohën e vet, sepse janë edhe faktorë të tjerë jashtë atyre të cilët janë përfshirë direkt, të cilët marrin vendime dhe qëndrojnë në hije në këtë situatë konflikti. Dhe si tillë në analizë të gjithë këtyre elementeve, këtyre faktorëve, sikundër ajo që varet më së shumti është vetë Irani, aty do të përcaktojë fatin e tij si do të jetë armi e këtij vendit, do të jetë edhe skenari i luftës apo i çdo gjëje që lidhet me këtë konflikt. Nuk do të jetë thjesht vetëm dorën e Amerikës dhe Izraelit. Zoti Lezi, nga ana tjetër kemi edhe paralajmërimin e Donald Trump, i cili nuk e përjashton përdorimin e forcave speciale për të sekuestruar uraniumin e pasuruar të Teheranit. Si e shihni, mendoni se do të ketë vërtet një operacion të drejtë për drejtë ushtarak brenda Iranit? Ndëruar, në një farë mënyre, ky është operacion ushtarak toksor, në sensin e asaj, kur pa që nuk funksionoi, po themi, nuk arritën rezultatet e dëshiruara me atë që operacionin kirurgjikal që bëri Shebaja me azhësimin e liderit të Llakomenit, po edhe gjithë infrastrukturës dhe zinxhirit të komandës dhe të kontrollit, dobësimin e saj, tregon që ende këto arsenali i, po themi, uraniumit administrohet nga Irani dhe si tillë për të arritur këtë objektiv final, po madje unë nuk do të besoja që ky është objektivi final, po është, po them, manteli me të cilët fshihet çdo qëllim apo objektivi i Shebaz dhe shtëpisë bardhë në këtë lloj konflikti, sepse absolutisht askujt nuk mund t'i mohosh të drejtën e tij për të pasuruar, për ta përdorur uraniumin apo ato që lidhen me prodhimin e tij për qëllime civile dhe për ta përdorur një casus belli për një skenar lufte. Por besoj që skenari i ndërhyrjes toksore është i dështuar për hir të vërtetës, duke pas parasysh të thellësisë strategjike, karakteristikat e relievit të Iranit, një vend, po themi, me karakteristika malore, në perëndim të saj që i favorizojnë në çdo lloj ndërhyrje, dhe e cila ka dhe një shtrirje dhe thellësi strategjike të tilla se kërkon një korpus të madh operacional, forcash toksore, po ashtu ajrore, detare, të cilat në kushtet e një shteti si Irani është shumë vështirë për ta pushtuar atë dhe do të kërkonte miliona ushtarë dhe forca dhe kuptohet edhe dëmi dhe kosta do ishte shumë e lartë dhe vjen balans kosto-përfitim në çdo lloj skenari ndërhyrje, sidomos në këtë konflikt dhe në këtë fazë që është. Dhe mendoj që është një, po themi, në kuptimin e një mesazhi apo skenari deterrence që përdor për të alternuar presionin diplomatik atë politik ushtarak edhe me këto tezat e hedhura për një ndërhyrje ushtarake të kufizuara, që është karakteri të ndërhyrjes kirurgjikale, po në funksion të një qëllimi që ka të bëjë me sekuestrimin e uraniumit. Po nuk besoj që do të arrijë, do të ketë sukses, sepse koha dhe historia e konflikteve kanë treguar, sidomos në eksperiencën e Shebaz, se sa herë që ka pas skenar ndërhyrjes toksore kanë qenë po themi, rezultatet kanë qenë kundërproduktive, kemi parasysh që janë përkthyer me një numër të madh të vrarësh, dëm ekonomik, po sikundër bilancet kanë qenë jo favorizuese në sensin e analizës totale të tyre dhe generalet e luftës tashmë ja kanë thënë qoftë
Trumpit, po janë shkruar në historinë e SBA-s të gjithë ky konflikt, qoftë në Kore, qoftë në Vietnam, apo gjithandej që kanë ndodhur në Afganistan, në Irak, ndërhyrjet toksore kanë qenë, po them siç e thash, kundërproduktive dhe nuk këshillohen, sidomos as më tepër në një situatë si është gjendja në Irak, në Iran, e cila nuk e favorizon asnjë fuqi për një ndërhyrje, madje ky do ishte kurthi më i madh që mund t'i bësh SBA-s, po të penetronte me trupa ushtarake toksore në Irak, dhe për mendimin tim, në bindje personale, ky do ishte gabimi më i madh i presidencës Trump, do ishte fillimi i fundit të tij dhe karrierës politike, në sensin e asaj të cilët do të korte, pavarësisht dëshirës të madhe, por që kjo në një farë mënyrë do ishte një dështim i SBA-s, dhe Qartë. mendoj që nuk do të realizohet si skenar, pavarësisht testimit që bëhet edhe për të përcjell mesazhe paniku, por edhe për të shtuar dozën e presionit ndaj klasës politike, po gjithë institucioneve të Iranit sot atje. Zoti Lezi, sa i përket këtij konflikti, sa rrezikshme është tashmë situata për tregjet globale dhe për furnizimin me energji? Absolutisht e nderuar Dan, edhe thelbi i konfliktit për hir të vërtetës, për te arsye që thuan janë pikërisht të tregjet globale dhe kontrollin e këtyre tregje, për shkak të faktit që çfarë përfaqëson këto tregje Irani, është edhe kuptohet Irani në një pozicion gjeostrategjik për shkak të edhe gjeografisë së vet, dhe gjithë aty janë të burgosit e gjeografisë në kuptimin e asaj që thot Tim Marshall, një gjeostrategjist i njohur, dhe çdo qëndrim dhe vendim që merret nga këto shtete janë të kurzuar pikërisht edhe nga pozicioni i saj gjeografik, dhe atë që përfaqëson gjeografia dhe lidhur me të edhe politika, si determinante e saj, ku arsetet kryesore si është nafta dhe gazi i lëngshëm aty dhe ku qarkullon rreth 20-30% e gjithë këtyre burimeve për këto tregje globale, kemi parasysh destinacionin fundor, qoftë në lindje, në Kinë, Indi, në Japoni, në Kore, po sikundër edhe në tregjet e tjera europiane përmes ngushticës së Hormuzit dhe ngushticës Bab el-Mandeb, të cilat në një mënyrë kanë një kontroll relativ të Iranit, mes gardës republikane, po sikundër edhe vullthit në mend, dhe efektet e ndikimit të luftës kanë treguar tashmë se kemi një bllokim të këtij konflikti dhe një levrim i kontrolluar të gjithë cisterna dhe anijeve që ka shoqëruar edhe në një rritje të çmimesh të naftës në tregjet globale, të rritjen ka treguar këtë edhe indeksi i çmimeve në shumë bursa, qofshin ato aziatike lindore, po ato edhe të evropiane, dhe kuptohet efektet janë të shumanshme, jo vetëm në rritjen e çmimit të naftës, dhe kur flasim për çmimin e naftës, nafta është, po themi, elementi kryesor i gjithë kostës prodhimit, po i tregtimit të madhe dhe produkteve, dhe në logjikën e kontabilitetit, çmimi i një malli apo produkti, element thelbësor saj ka dhe çfarë ka dhe transportin, po ka dhe të tjera në produkte që variojnë, që lidhen me naftën, dhe si tillë në kushtet e rritjes çmimit naftës, për shkak të rritjes transportit, do të rëndonte indirekt edhe në rritjen e çmimit të mallrave dhe produkteve shoqëruese, po edhe gjithë zinxhirit furnizues, që ndikon edhe në ekonomitë, jo vetëm të çdo vendi që të importon, po dhe aty në kushtet e globalizmit të eksport-importit, dhe si tillë efektet do të jenë të mëdha dhe janë ndier si tillë, një rritje e çmimit të naftës tashmë ka në nivelin $120 për fuqi, dhe në rast se do të kemi një përshkallëzim të konfliktit në nivel më të lartë, më të gjerë, dhe përfshirjen për shkallëzimit të këtij konflikti në gjithë rajonin, kuptohet edhe ndikimi do të jetë më i lartë në çmime, rreth $145-150 për fuqi, që afekton në farë mënyrë rritjen e çmimit të mallrave dhe produkteve dhe gjithë zinxhirit furnizimit që varet nga këto eksporte dhe importe. E qartë. Mirë, zoti Lezi, për ta mbyllur, ndërkaq mendoni se do të ketë një vazhdimsi të këtij konflikti, apo kemi ende hapësirë që ky konflikt të zgjidhet në mënyrë diplomatike? Nderuar, kjo varet nga objektivat e palëve ndërluftuese. Në rastin konkret, çfarë synon SBA-ja dhe Izraeli nga një anë, dhe ashtu dhe Irani, dhe kuptohet edhe përfshirja dhe aktorëve të tjerë të cilët kanë interesa
drejt për drejt apo edhe indirekt në këtë konflikt apo me vendet cilit lidhet ky konflikt me gjeografinë. Kemi parasysh këtu Rusinë, po edhe Kinën, po edhe vendet e tjera të rajonit, të cilët nuk do të dëshironin që ky konflikt të zgjasë, sepse çfarë zgjatje këtij konflikti do të pasjellë edhe një krizën gjithanshme ekonomike, politike, po edhe sociale në gjithë vendet e rajonit. Kemi parasysh lindjes mesme, po ashtu edhe Turqinë dhe përmes saj edhe në dyert e Evropës, për shkak të ndikimit që ka kriza e refugjatëve. Dhe mendoj që SBA do të parë një objektiv dhe qëllimi i strategjik i SBA-s të vlitë të deklaruar tashmë përmes shtëpisë bardhë dhe presidentit Trump, i cili në mënyrë kategorike urdhëron një ndryshim regjimi në kuptimin e emërimit, do dëshiron ta shoh regjimin e regjimin e Iranit si diçka që komandohet dhe me miratimin e tij dan lideri i ri i sapo zgjedhur, i cili është pasardhës i regjimit djali i Ayatollah Ali Khameneit, Khamenei, i cili po themi është vazhduesi vish ashpër dhe tradicionale të regjimit, si për treguar që Irani do të qëndrojë dhe nuk do të bindë të ushtrojë sovranitetin e tij në mbrojtje të integritetit territorial dhe të regjimit, forcë regjimit, cili bazohet në ato shtyllat e saj, qoftë në Gardën e Vjetër Republikane, të revolucionare, në Asamblenë e besuarve të vetë Këshillin e Sigurimit të gjithë shërbimin inteligjent saj, po sikundër do të synojë dhe të garantojë dhe kohezionin e brendshëm social atje, duke pas parasysh që përbërja më e madhe po themi etnike e Iranit, e cila është në gjithë identitetin kombëtar dhe bërthamën janë persë, rreth 60%, sikundër dhe pjesa etnive ka nuanca të po themi konformiste, pavarësisht pakënaqësive, duke qenë parasysh si janë persë në shumicën e tyre, pavarësisht dallimeve, sidomos nga kurtët apo azerët, të cilët kanë pakënaqësi dhe mund të shfrytëzohen si të tillë për qëllime instrumentalizimi. Në aspektin e interesave që ka Izraeli është, kemi thënë, është një shtet sanguin, kuptimin e gjithmonë kërkon konflikt, një shtet i cili synon ta zgjersojë konfliktin edhe aty ku e ndjen ai që e ka, si tillë kjo ka qenë strategjia goditëse e Izraelit, i cila çfarë ka synuar azhësimin e gjithë sistemit komandës dhe kontrollit të Izraelit, të Iranit. Kemi nisi këtu tashmë me proksat e vet, duke gradualisht i azhësuar dhe naturalizuar saj për të ardhur te qëllimi final i azhësimit të regjimit, leadershipit të regjimit me azhësimin e Ayatollah Khomeinit, sikundër neutralizimit dhe dobësimit të gjithë këtij sistemi, duke goditur Këshillin Presidencial, presidencën, Gardën e revolucionare, po sikundër edhe duke tentuar për të prish kohezionin e brendshëm përmes inkurajimit protestave dhe reagimit të brendshëm të saj. Por edhe mesazhet që ka dhënë vazhdimisht Izraeli, i koordinuar këtu dhe në bashkëpunim me ato ushtarake të SBA-s, është azhësimin të leadershipeve politike në kuptimin e goditjeve të gjithë atyre të cilët përbëjnë kërcënim për të, por edhe të cilët në një farë mënyre garantojnë vazhdimsinë e pushtetit në Iran dhe si tilla ai goditje asamblenë e besnikëve apo të besuarve të cilët janë ato të cilët janë filtri i parë i përzgjedhjes së liderit Ayatollahut, liderit të ri, sikundër Garda Revolucionare, Islamic Revolution Guardian Corps, IRFG në akronimin e vet, po sikundër ka dhënë mesazhe kërcënuese që do të azhësoj çdo lider të ri, përfshirë edhe këtë pasardhësin, i cili e përbën kërcënim për regjimin e Izraelit. Kemi parasysh që agjenta iraniane në raport me Izraelin ka qenë për të vërtetë një agent gjenocidale, në kuptimin e saj që ky regjim ka deklaruar shfarosin nga hartat e Izraelit dhe si e tillë parë këndvështrimin e Izraelit, ai shihet si kërcënimi kryesor dhe kjo vijë i ashpër e qëllimet e tyre ndaj Iranit do të vazhdojë alternuar këtë dhe me sulmet që do t'i bëjë ushtarakë amerikane, në kuptimin e sulmeve ajrore, por edhe ato detare dhe kuptohet alternuar kjo edhe me këto goditjet, po themi, ndaj zinxhirit komand kontrolli dhe leadershipeve politike. Kemi parasysh Izraeli ka strategjinë e vet goditjen e individit dhe personit me qëllimin e asaj që përmes tij do bie, kur bie koka do bie gjithë zinxhiri komand kontrolli të gjithë trupi, por që në rastin e një shteti si Irani, po jo vetëm Tirani, në një konflikt të gjatë, koha ka treguar që natyra e këtyre shteteve
kanë një lloj asimetrie në kuptimin e organizimit brendshëm dhe aftësi reaguese dhe forca e tyre mbijetuese edhe e udhëheqjes dhe e komandës është deleguar në disa pasardhës, edhe si tillë ato kanë edhe një fuqi të tyre vendimmarrëse dhe operacionale, edhe në kushtet e një autonomie po themi vendimmarrëse dhe në një farë mënyre kjo periudhë tranzitore e cila në vetvete shifesh si një lloj vakumi pushteti për shkak të vrasjes së Ali Khomei, tregon një farë mënyre që në Iran forca reaguese ekzistoj, ka fuqi, po themi dhe arsenal ushtarak dhe operacional në mënyrë që të ti përball, po themi edhe këtyre goditjeve të ardhura qoftë nga SBA dhe nga Izraeli.